Kjo është rruga që të çon në plazhin e Semanit, e shtruar me asfalt, por jashtë standardeve. Rruga është vetëm 3 hapa e gjerë, ndërkohë që hapësirë nga të dy anët e rrugës ka. Që të shkëmbehen 2 automjete, njëra duhet të ndalojë dhe të dalë jashtë rrugës, që t'i hapi rrugën tjetrës. Rruga është e ngushtë që shikoni vetë. Sinjalistik ka rruga? Sinjalistik pak a shumë ka ajo, se keni parë dhe vetë janë ato tabelat shumë i tregojnë sinjalistikën. Problemi është vetëm se është e ngushtë. Ndodhin aksidente? Aksidente më shumë kur në kohën e plazhit ndodhin. Kohën e plazhit. Do të thënë që nga muaji maj deri në tetor kjo rrugë ka shumë trafik. Po normale. Me raste festash, po sikur ka festa deri. Po që më shumë janë këto makinat e rënda që duhet të kenë ato një limit shpejtësie, se kalojnë herë shpejt në përfshate. Këtë rrugën e plazhit këtu ka qarkullim mjetesh, ka ndodhur aksidente, shkëmben kollaj makinat, ka sinjalistik. Ku ka për shkëmbyrje, ajo është 3 metra. Shkëmben do 2 makina. Sa të filloj plazhi, tash të merr. Nuk del dot këmbësorin, nuk del fshatari, nuk pi auto, baktije, nuk bëj makinë. Ndodhin shpesh aksidente? Po poruan njerëzit se shoferët nuk trojnë, po filloj plazhi vinë dhe thumë pa ta me rakinë dhe u lam. Nuk ka sinjalistika të dura, si që ka gjithë bota jashtë të vakit. Se nësi me normative që ka bota jashtë. Edhe nga jo, pëso aksidente, qika alkoholi, qika vinga të tëra nga parë. Ka ndodhur aksidente me vdekje apo kështu? Me vdekje, po. Bile këtu, po të thuash një 3-4 vete, se ka qenë një njërvimi grua, dole shkeda që të trezire ndofta dhe nga mendja. Kuash anë sa malë, po ndaj më lartë është më keq. Tani në sinë e verës që rritet dhe fluksi me pushues me ato, rritet rrezikshmëria për aksidente? Normale, do qëndroj njeri, do kaloj tjetri, se të dy nuk shkëmben dot, se thujnë pasqyrët. Për sa vitesh ka kjo situatë? Kështu ka qenë. Ka ndodhur aksidente? Po dhe ka ndodhur.